Plaka dhe letra. Një ditë prej ditëve në rrugë varet një letër ku në të shkruan: I kam humbur 20 dinar dhe ai që i gjen shpresoj të më i kthej në adresën e filanit, banesa numër 76, për arsye se jetesa ime është e ulët dhe kam nevojë për to dhe më duhet të blej bukë. Kalon një njeri i cili e sheh letrën e shënuar dhe i vjen shumë keq, saqë vendos që të shkojë deri tek banesa dhe të pretendojë se ai ka gjetur të hollat. Troket në derë dhe nga banesa del një plak të cilës ky njeri i ia jep nga xhepi i tij 20 dinar. Kur plaka e sheh këtë gjest të tij fillon të qajë dhe i thotë se ti i 12 i cili vjen dhe pretendon si ke gjetur të hollat e mia. Njeriu buzëqeshi dhe u nis në drejtim të ashensorit kurse plakat në atë moment i tha: Biri im, nëse ke mundësi, largoj njoftimin nga rruga. Unë në fakt nuk di shkrim dhe nuk e kam shkruar letrën, dhe filloi të qajë dhe të thotë se mirësjellja dhe mëshira e juaj ndaj meje më jep shpresë dhe më bën të ndjej mirësinë e dynjas. O ti musliman, mos e lejo veten të lësh një nevojtar dhe ti je i zhytur në begati. Patjetër do të kesh nevojë që ndokush të zgjojë nga gjumi i shkujdesjes, e nëse jo në dynja, në ahiret do të jetë nevoja edhe më e madhe dhe më e nevojshme.